Fillojmë me seancën e shërbimit gjithësor të lëndës numër G4 702 për 19, kundër të pandehurve, e filluar si pas akuzëve numër 1615 për 19, për shkak të veprës penale, përdorimi i anës apo të rrezikshëm, dhe sa vepra penale të ngjëra të kësaj gjëra, po veç po cekësh për shkruaj. Prezent janë të pandehurit, Drita Mellaku, prezent. Xhelal Svesta, Murvan. Sali Zypa, prezent. Fitore Paçoni, prezent. Gjithë palën me avokat mbrojtës. Atëherë, seanca mba para gjyqtarit Sadik Sadike, praktikontës së gjykatës dhe prokurorit Valdrin Krasniqi. Gjyqtari konstaton se seanca fillon në ora 10:05, është publike, ndërsa nuk janë plotësuar kushtet për mbajtjen e seancës për arsye se mungon i pandehur Xhelal Svesta, për të cilin gjykata ka lëshuar urdhër arrest, ndërsa i njëjti përmes zyrtares së tij administrative ka dërguar vendin i cili ka arsyetuar mungesën, ndërsa Paul Kira janë prezent për pandehur dhe avokat. Lidhur me mungesën e seancës së kaluar, nëse do të pati punë ftesat me procedurat, gjyqtari pyet pandehurin sa lizuar kina a do të thonë për mungesën, a ke pasur një arsye që ke munguar apo jo? Po, kjo në ki, keni pas arsye, a mund të shkojë diçka, çfarë shkojë? Për cilin me shkrim, për ndryshe po kam pas arsye dhe po pas arsye, të cilat edhe sipas të angazhimeve, njëjtat mund të përcjellin edhe me shkrim. Faleminderit për ndonjë. Njëjtë Fitore Paçoni, ke pasur ndonjë arsye për mungesë apo jo? Po, kam pas arsye, ta dërgoj arsyetimin me shkrim, për shkak të obligimeve që kam pasur kam marrë të vi. Faleminderit shumë për ndonjë. Atëherë, pasi që i pandehur, Xhelal Svesta, pasi që i pandehur, Xhelal Svesta, e ka njoftuar gjykatën me shkrim duke arsyetuar mungesën për seancën e sotme. Gjyqtari në reagendim, seanca sotme nuk mbahet, e njëjta do të shtyhet, për shkak se data të gjërit të rezervuar nga do të shtyhet. Për shkak një ca para vitit të ri apo jo. Avokat, mos të safrimi do, se në një ju dhe smuli marë, me 25 dhjetor, Mos pybje e fest, nështë. dhjetor, Dhjetor. Janë krishtinjët. ne në plitore së më në del. Fest është ta? Po, fest është gjithë. Ja. Nuk jetë dhe pushat. Atëherë, me 16 janar, ora 13:20, Ora? 13:20. 13. Mirë. Ne pëngjes i qio, atëherë, se cila parë pranë të gjykatën se nuk ka pëngjes të da, seanca shtyp për të da, ndërsa për pandehur prezent, mbrojtësi të dhe prokurorin të preservuar shërben si ftesë e rregullt, ndërsa ndaj pandehurit, Xhelal Svesta, gjykata do të dërgoj ftesë të rregullt. Gjithashtu, gjykata pasi i merr pëlqimin e parë në procedurën seancën e ardhshme, seanca do të vazhdojë për secilën parë që është prezente, ndërsa secila parë që mungon
Ndaj ose fole do lëshohet për arrest dhe kërkesë për caktim për abrogim eventual duke të vazhduar për seancën me palë prezente. Faleminderit. Sipas informatave që kam, ministri është në udhëtim zyrtar. Ku gjendet e deni apo? Ka që kam për të deklaru, ma shumë nuk di. Zoti na tregu kur është afati i parashkrimit të kësaj vepre, me qenë se kanë kaluar disa vite, është afër parashkrimit apo cila? Nuk është afër parashkrimit. Disa herë kanë qenë të pandehurit prezent, por ka pas raste që ka mungu dhe prokurori. Po shpresojmë që me një afat të arsyeshëm do të fillojmë edhe me procedurën. Kur është parashkrimi, me qenë se thatë nuk është larg afër? Nuk e di saktësisht. Në rregull. Faleminderit shumë.